Klodian Brao, kreu i SPA, ka nisur raportimin para Këshillit të Lartë të Prokurorisë për vitin 2025 të Prokurorisë së Posaçme. Në seancë, Brao është i shoqëruar nga Vladimir Mara, shefi i seksionit kundër krimit organizuar dhe terrorizmit, Dorina Bejko, shefe e seksionit kundër korrupsionit dhe drejtuesi i Byros Kombëtare të Hetimit, Joni Keta. Në krahasim me vitin 2024, ky raport thuajse është dyfishuar, theksoi Brao, referuar volumit të çështjeve dhe efektivitetit në hetim. Gjatë vitit 2025 janë hetuar gjithsej 871 procedime penale, nga të cilat 294 janë procedime të reja, të regjistruara brenda 12 mujorit dhe 39 prej të cilave janë bashkuar, ndërsa 577 janë të mbartura nga viti 2024. Krahasuar me vitin 2024, kjo përfaqëson një rritje prej 4.9% të volumit të hetimeve penale. SPA ka mbyllur hetimet për 216 çështje, i njëjti nivel me atë të vitit paraardhës, tha Brao ndër të tjera. Kreu i SPA shtoi se korrupsioni është çështja më shqetësuese, sepse përfshin zyrtar në disa fusha. Në gjykatën e posaçme po zhvillohet sot seanca e parë e gjyqit në themel ndaj ish-presidentit të Republikës Ilir Meta, ish-bashkëshortes së tij Monika Kryemadhi dhe 3 të bashkëpandeurve. Në këtë proces Meta e Kryemadhi do të përballen me akuzat e korrupsionit, pastrimit të parave dhe fshehjes e mosdeklarimit të pasurisë. Ish-presidenti Meta ka lajmëruar se do të jetë i pranishëm në sallën e gjyqit. Me herët ai ka ftuar edhe trupën e huaj diplomatike në Tiranë, si dhe median, të jenë prezent për dëshmuar se si do të çmontojë akuzat e SPAK. Ilir Meta ndodhet në paraburgim prej tetorit të vitit 2024 dhe SPAK e ka marrë të pandehur për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje e pasurie lidhur me aferën Çesdia dhe lobimin e LSI-s në SBA. E pandehur është edhe ish-bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi, ndaj së cilës ka mas detyrim paraqitje. Në orët e para të së dielës u përfshi nga flakët automjeti i gazetarit Sami Curri. Djegja e makinës u klasifikua nga policia lokale si një veprim i qëllimshëm, ndërsa ka nisur hetimet, por edhe pse kanë kaluar më shumë se 24 orë nga ky krim, ende nuk ka një identifikim dhe arrestim të autorit ose autorëve. Djegja e automjetit të gazetarit Curri është një mesazh kërcënues, ndoshta hapi i parë i agresorëve ose porositësve. Automjeti i gazetarit ishte parkuar rreth 30 metra nga pallati, ku ai banon me nënën e tij, ndërsa nga dëshmia publike e dhënë nga Curri, ai u njoftua pak minuta pasi Ford Fiesta ishte përfshirë nga flakët. Autoritetet thanë se një grup hetimor në drejtimin e prokurorisë po punon për të identifikuar autorët dhe për dokumentuar rrethanat e rastit. Gazetari Curri drejton media lokale Bulqiza Ime dhe mjafton një ulumtim në këtë çështje për të krijuar ndoshta indicet e para se kush mund të dyshohet se qëndron pas kërcënimit që u dha përmes djegjes së makinës. Rreth një javë përpara se të ndiqnin automjetin në media lokale që drejton Curri, është publikuar një lajm mbi një operacion të policisë që çoi në pranga një shtetas bullgar, një zyrtar lokal dhe një ish-zyrtar që dyshohet se janë përfshirë në skemën e falsifikimit të pasaportave bullgare. Pikat kufitare të karburantit në Maqedoninë e Veriut kanë parë së fundmi një trefishim të shitjeve të karburantit për shkak të kërkesës së shtuar nga vendet fqinje, kryesisht Shqipëria dhe më pak Greqia. Sipas të dhënave zyrtare nga qeveria maqedonase, përmes gazetarëve korespondent, konsumi ditori të gjitha llojeve të karburanteve është rritur në 2 milion litra. Të shifër e ka konfirmuar edhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Kristian Mickovski, në daljet publike. Sipas informacionit, konsumi ditor në pikat e karburantit në kufit verior, jugor dhe perëndimor është trefishuar. To janë pika në kufi me doganat e Dibrës së Madhe dhe Prespës. Të premte, 1 litër naftë tregtohet në Maqedoninë e Veriut me 1.52 euro. Në Shqipëri, nafta tregtohet me 202 lek ose gati 2.1 euro, thuajse 40% më shumë se në shtetin fqinj. Një 33 vjeçar nga Devolli, arrestuar 2 herë dhe i skeduar nga policia e shtetit si person me precedent penal, ka ndërtuar një perandori biznesi mbi korrupsionin sistematik të doganierëve në Kapshtisë dhe Tiranë, përmes një skeme piramidale në bashkëpunim me agjencinë doganore Mario Max Berberi, futi nga Greqia pa dogan Red Bull, Nivea, Milka dhe Coca-Cola, duke u kthyer në një problem kombëtar për distributorët zyrtar. Pronari një magazine 2 milion euro në Kamës dhe një kompanie me xhiro 90 milion lek në vit. Berberi është provë e gjallë se si sistemi doganor shqiptar po i rrit kontrabandistët në milioner. Fondet e programit i partë për Shqipërinë mbeten të bllokuara që nga korriku i vitit 2023. Kjo situatë ka ndikuar negativisht në bujqësinë shqiptare, duke lënë fermerët pa mbështetje të rëndësishme për modernizim dhe integrim në tregun evropian. Lidhur me këtë, ministri i financave Petrit Malaj deklaroi se deri në fundin e këtij viti, fondet e IPART 3 mund të hapen. Kujtojmë se arsyeja kryesore e pezullimit ishte zbulimi nga OLAF i abuzimeve serioze me fondet e IPART 2, si mas parandaluese për të mbrojtur buxhetin e BE-s. Komisioni Evropian ndërpreu rimbursimet për IPART 2 dhe pezulloi edhe IPART 3, rreth 112 deri në 146 milion euro të planifikuara për zhvillimin rural, ndërkohë që ish-ministre e bujqësisë Frida Krifca është nën hetim nga SPAK dhe OLAF për abuzimet me këto fonde.
Një sulmi i fundit ushtarak i Shteteve të Bashkuara ndaj një anije të dyshuar për trafik droge në Oqeanin Paqësor Lindor ka shkaktuar vdekjen e 3 personave, sipas një njoftimi të Komandës Jugore të SBA-s. Operacioni është pjesë e një fushate më të gjerë të administratës Trump, e nisur në shtator, që synon goditjen e anijeve të dyshuara për kontraband droge në ujërat e Amerikës Latine. Sipas mediave ndërkombëtare, këto ndërhyrje kanë shkaktuar të paktën 186 viktima deri më tani dhe janë shtrirë edhe në detin e Karaibeve. Pas sulmit të së dielës, Komanda Jugore publikoi në rrjetin social X një video ku shfaqet një varg që lëviz me shpejtësi në ujë, përpara se të goditet nga një shpërthim dhe të përfshihet nga flakët. Autoritetet amerikane kanë përsëritur se objektivi këtyre operacioneve janë trafikantët e dyshuar të drogës që operojnë në rrugë të njohura kontrabande. Syzet inteligjente nuk janë më një risi, por versionet e fundit të fuqizuara nga inteligjenca artificiale po marrin një përdorim krejt tjetër dhe mjaft të diskutueshëm, si dhe shqetësues. Në Kinë gjithnjë e më shumë studentët po i përdorin këto pajisje për të rritur shanset e tyre për të kaluar provimet, duke kopjuar në mënyrë pothuajse të padukshme. Sipas një raporti të Rest of the World, syzet inteligjente të pajisura me modele të avancuara gjuhësore AI janë kthyer në një trend me studentëve të pajisura me kamera dhe mikrofon. Këto syze mund të skanojnë pyetjet e provimit dhe të shfaqin përgjigje direkt në lente përmes teknologjisë shumë të përparuar dhe e parë në sy.